Në një tre ku monedha euro dita ditës po humbet terren, Banka e Shqipërisë ka bler 15.1 milion euro në ankandin e planifikuar të blerjes së valutës, pjesë e kalendarit vjetor të blerjeve në funksion të objektivave të rezervës valutore. Kjo ndërhyrje vjen pasi të premten euro këmbye me 96.57 lek, niveli më i ulët të regjistruar më parë nga 96.59 lek që u shënua javën e kaluar nga të dhënat zyrtare të Bankës së Shqipërisë. Shuma e planifikuar për të blerë në raundin e parë të ankandit ishte mes 5 deri në 10 milion eurove, ndërsa institucioni qendror aktivizoi edhe raundin e dytë të blerjeve duke shtuar 5.1 milion euro të tjera për përpjekjen e radhës për të zbutur rënien e euros. Këto ndërhyrje nuk janë të reja. Vitin e kaluar, Banka e Shqipërisë bleu 933 milion euro, ndërsa vetëm në 9 muajt e parë të vitit janë blerë rreth 800 milion euro. Pavarësisht këtij volumi, kursi euro-lek është sërish në rënje, megjithëse me ritme më të ngadalta. Aktualisht 1 euro blihet me 96.2 dhe shitet me 97 lek. Ekspertët nga ana tjetër theksojnë se në kushtet kur ekonomia vion të furnizohet me euro nga turizmi dhe remitancat, presioni mbi kursin e këmbimit mbetet i lartë, ndërsa ndërhyrjet e Bankës Qendrore po e zbusin, por jo ta neutralizojnë plotësisht forcimin e lekut.